Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se mund të vendosë tarifa tregtare ndaj vendeve që nuk e mbështesin për planin e tij për të marrë nën kontroll Grenlandën, pjesë e territorit të shtetit të NATO-s Danimarkës. Mund të vendosë një tarifë ndaj vendeve që nuk bashkëpunojnë për Grenlandën, sepse na duhet Grenlanda për sigurinë kombëtare, tha Trump gjatë një tryeze të rumbullakët për sektorin e shëndetësisë të organizuar në Shtëpinë e Bardhë. I pyetur nëse do të tërheqë SBA-n nga NATO-ja, nëse aleanca nuk e ndihmon që Washingtoni të marrë ishullin, Trump tha se do ta shohë, pasi NATO ka qenë duke trajtuar çështjen e Grenlandës me SBA-t prej shumë javësh. Presidenti amerikan po intensifikon përpjekjet për të marrë nën kontroll ishullin autonom arktik. Trump argumenton se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për Grenlandën, pasur me minerale dhe se ka akuzuar Danimarkën se nuk po bën mjaftueshëm për të garantuar sigurinë e saj kundër rivalëve të SBA-s, Rusisë dhe Kinës. Britania, Finlanda, Franca, Gjermania, Holanda, Norvegjia dhe Suedia kanë shprehur mbështetjen e tyre për Danimarkën dhe Grenlandën pas kërcënimeve në rritje nga Trumpi, përfshirë edhe duke dërguar trupa në këtë territor strategjik.